Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se rikthyer te Skin Therapy. Sot do t'ju tregoj një recetë se si mund të bëni një produkt të plot në kushte shtëpiake. Bëhet fjalë për kremin e syve. Siç e kam shprehur gjithmonë, kremi e syve është shumë i rëndësishëm të përdoret nga ju në rutinën e përditshme për kujdesin ndaj fytyrës, sepse rrudhat e mimikës janë ato të cilat krijohen shumë shpejt, mund krijohen që në periudhën e adoleshencës. Dhe prandaj që është shumë e rëndësishme që ne ti parandalojmë fillimisht ato, por edhe ato rrudha të cilat janë krijuar ti luftojmë. Kremi që do t'ju tregoj sot ka vetëm 2 përbërës, ka vajin e kokosit, gjithashtu dhe vitaminën E. Shumë nga ju tashmë e dinë që vaji i kokosit përdoret shumë për fytyrën, pavarësisht që përdoret shumë edhe për flokët, gjithashtu shumë edhe për fytyrën, sepse ndihmon për të hidratuar lëkurën, për të parandaluar rrudhat, për të hequr make-upin përdoret shumë nga vajzat. Ne sot do ta përdorim vajin e kokosit për kremin e syve, sepse vaji i kokosit gjithashtu ndihmon që dhe lëkura të mos humbas elasticitetin e saj, por gjithashtu shërben për të luftuar dhe radikalet e lira, të cilat janë ato që shkaktojnë dhe rrudhat. Dhe gjithashtu përbërësi tjetër është vitamina E. Vitamina E është ndër produktet që përdoret më shumë kryesisht në kremat e syve, sepse mbron lëkurën tonë, sidomos lëkurën e syve, e cila është shumë e hollë në krahasim me atë të pjesës tjetër të fytyrës, e mbron nga rrezet e diellit, e mbron nga pluri, por edhe këtë e mbron shumë nga radikalet e lira, që siç e thash, shkaktojnë rrudhat. Gjithashtu na duhet një kontenitor i vogël, mund të përdorni ndonjë kuti kremi të cilën e keni mbaruar, që do shërbej për të mbajtur kremin që do formoni vetë. Për të bërë kremin nuk është se ka disa masa të caktuara, kjo varet më shumë në varësi të sa të madhe e keni kutinë që ju do përdorni për kremin dhe sa krem ju dëshironi të bëni vetë. Por gjithsesi do t'ju tregoj një herë recetën dhe më pas vendosini ju se sa krem do bëni dhe shpresoj shumë që t'ju pëlqejë. Atëherë si fillim na duhet një enqeqi e cila e duron nxehtësinë, sepse do na duhet të ngrojmë pak gjalpin e kokosit. Marrim gjalp kokosi, një lugë ose 2 lugë në varësi të sa krem ne duam të bëjmë dhe vendosim në mikrovalë për disa sekonda, sepse duhet ta shkrim pak gjalpin e kokosit në mënyrë që ingredientet të miksohen më mirë, por jo ta lini shumë në mikrovalë derisa ajo të bëhet të shkryhet komplet si vaj. Dhe pasi ta kemi shkryer, do i shtojmë vitaminën E. Mund të shtoni 6 deri në 8 kapsula vitamine E. Këto vitamina që unë po përdor këtu janë vitamina 100 mg, mund të përdorni edhe nga ato 200 mg. Unë këtu kam hedhur 6 kapsula të vitaminës E, por nëse keni nga ato 200 mg mund të hidhni 3. Por gjithashtu nëse keni një kontenitor më të madh për kremin tuaj, mund të hidhni 8 kapsula të vitaminës E. Pasi ti keni hedhur të gjitha kapsulat e vitaminës, përziheni mirë masën e krijuar në mënyrë që ingredientet të përzihen sa më mirë dhe të bëhet një masë e njëtrajtshme, dhe më pas duhet ta lini ose në frigorifer ose në temperaturën e dhomës në mënyrë që gjalpi të marrë përsëri formën e saj. Ja pra, ky është edhe kremi i përgatitur, shumë i thjeshtë, për 5 minuta ju mund të bëni vetë kremin tuaj anti-rrudh të syve. Mund ta përdorni 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në darkë, vendosini tek pjesa e syve dhe shoqërojeni me një masazh të lehtë në mënyrë që të përfithet e tëra nga syt. Gjithashtu do të mbrojë dhe nga rrezet e diellit. Nuk është e nevojshme ta mbani në frigorifer, sepse tani që është edhe ftohtë, gjalpi nuk do shkrijë në temperaturën e dhomës, por jo në një ambient i cili është shumë i ngrohtë. Dhe gjithashtu dhe vitamina E që kjo përmban, përveç efektit antioksidant dhe shërbej dhe për ta konservuar kremin tonë, kështu që mund ta përdorni edhe për një kohë gjatë. Shpresoj ta provoni, shpresoj të t'ju jap efekt, më shkruani për eksperiencën tuaj për këtë produkt. Dhe mos harroni të shikoni videon time të fundit, një review të linjës së kremave Skin Code që kam përdorur së fundmi për kujdesin ndaj fytyrës. Dhe nëse video ju pëlqeu, ju ftoj të bëni like dhe subscribe dhe mos harroni të më ndiqni tek faqja në Facebook dhe në Instagram, linku më poshtë. Mirupafshim.